Përshëndetje, miqtë mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani, do të marrim disa nga mesazhet e letrave Tea për dy persona të dashuruar. Çfarë thonë mesazhet e letrave Tea për dy persona të cilët janë të dashuruar? Të do me shpirt në infinit. Ka nevojë për kujdes dhe për prezencën tënde gjithmonë. Pra në çdo moment, ai ka nevojë për prezencën tënde. Të bën një surprizë të papritur. Pra, në mënyrë të befafishme, je në zemrën e tij në çdo moment, në çdo sekond, në çdo minutë. Pra je gjithmonë në zemrën e tij. Të mendon çdo moment dhe pse është larg teje. Pra pse është larg personi të mendon në çdo moment. Të kërkon falje për gabimet që ka bërë në lidhje me ty. Për çdo gabim, ai të kërkon falje, të do pa kushte, pa kompromis, pa asnjë lloj interesi në infinit. Fut plane për të ardhur drejt teje. Pra në çdo moment, ai fut plane si të vi drejt teje. Ka frikë që ti nuk e beson më si më përpara. Pra, ka të pjesën e mosbesimit për gabimet që ai ka bërë në jetën e tij. Zemra juaj është vetëm për personin që ndodhet larg. Pra zemra e tij është gjithmonë për personin që ndodhet larg. Dëshiron gjithçka të mirë për ty. Gjithmonë të do të mirë. Kur asnjëherë nuk do që të jetë larg teje, dhe pse është larg teje. Brenda vetes është penduar për gabimet që ka bërë dhe që të ka lënduar. Është bërë fishman. Do të di çdo gjë që ndodh rreth teje në çdo moment të jetës tënde. Të do seriozisht ashtu siç je, me të mira dhe me të këqijat që ke. Këto ishin mesazhet e letrave Tea. Tani, këto mesazhe, kujt shenja mund të rezonojnë? Pra me kë shenja mund të rezonojnë? Jo me të gjitha shenjat, me disa shenja, këto mesazhe mund të rezonojnë. Mund të rezonojnë me luani, me vigjëreshën, me ujori, me peshqit, me akrepi dhe me bricjatin. Pra këto ishin shenjat që mund të rezonojnë këto mesazhe të letrave Tea. Kurse te gërmat mund të rezonojnë me gërmën B, me gërmën G, me gërmën Z,